Frymarrja është gjëja më natyrale në botë, derisa fillon të bëhet e vështirë. Mirë se vini në podcastin Shëndetin rënd parë e mbështetur nga United Hospital, ku do të flasim për sinusët, alergjit, frymarrjen dhe kirurgjin estetike të hundës. Me doktorin Kujtim Kasrati, i cili është otorinolaringolog me fokus të veçantë në rinoplastik, do diskutojmë si të dallojmë problemet kronike të sinusëve, kur nevojitet trajtim apo ndërhyrje kirurgjikale, si dhe si mund të kombinohet estetika me funksionin e duhur të hundës. Mirë se vjen doktor në podcastin Shëndetin rënd parë. Mirë se gjë, faleminderit. Doktor, besoj që jeni informuar se cili është qëllimi i këtij podcasti dhe sigurisht unë si për fillim do doja që dija se cili ishte motivi juaj parsor që ju u fokusuat në otorinolaringologji. Është një fjalë që shumica e njerëzve nuk e thon dot. Mirë po, shumë e vështirë. Mirë po, ne do mundohemi që mos të gabojmë në këtë term. Pa problem. Faleminderit për ftesën. Arsyet nuk kanë gjë specifike, po në përgjithësi fillimisht ëndra ime ka qenë të bëj mjek. Dhe gjatë zhvillimit të proceseve mësimore, po them, në fakultet, kur kemi pas ciklin e ORL-s, kam pa domon që si mjek gjëja e parë që has është goja, po them, është hunda, është veshi, dhe shumica dërmuese e pacientëve kur paraqiten për herë të parë tek doktori, gjëja e parë domon është që ti do të flasësh për goja, duke qenë në këtë aspekt, pastaj kam filluar duke lexuar çdo herë duke më përqyer më tepër. Kjo ka qenë edhe ndër ato arsye që unë kam zgjedhur fillimisht. Në ndërkohë, kur kemi qenë nga fundi i fakultetit, trendet, po them, për shkak të rrjeteve sociale kemi pa domosdoshmë që çdo herë më tepër po kërkohen pjesa e estetike të hundës ose të veshit, problemet e frymarrjes, kam thënë pse mos të fokusohem në ORL. Dhe kjo ka qenë ndoshta ajo shtysa më e madhe që unë kam zgjedhur. Flasim për gojën, për hundën, për veshët. Cila është lidhshmëria? Hunda është si pjesa e ndërlidhëse mes gojës edhe veshit. Është si pjesa e hinkës që bën atë ndërlidhjen me njëra tjetrën. Në rastet kur pacientët kanë probleme në frymarrje me hund, gjithmonë do të kenë probleme edhe me fytin, edhe me bajamet, do të kenë tharje të fytit, do të kenë mund të kenë edhe probleme me vesht, sidomos tek fëmijët kur janë që kanë rënë dëgjimit, për shkak se mos ajrosja mirë e veshit në këtë rast për shkak të pengesave në frymarrje me hund, është gypi që ajros veshin, mbyllet, nuk ajros veshin edhe jep rënë dëgjimit. Doktor, kohëve të fundit po shohim gjithnjë e më shumë një interes të jashtëzakonshëm për estetikën e hundës. Sa e rëndësishme është kjo dhe cilat mund të jenë ato shkaqet apo arsyet kryesore pse një pacient, një person vjen drejtohet tek ju, doktor, dua ta bëj hundën e bukur. Varet edhe nga mosha. Tek moshat e reja po ndikon shumë pjesa e rrjeteve sociale. Po ndikon pjesa e bullizimit. Duke parë rrjetet sociale, pjesën e jashtë, domethënë më shumë të vipa dhe pse thot mos bëhem edhe unë sikuraj. Çfarë më mungon edhe mua që të bëhem sikuraj. Ndërkohë një pjesë goxha e madhe e pacientëve kanë probleme në frymarrje me hund. Duke pasur probleme në frymarrje me hund, po them kam devijim të septumit nazal, thot unë do t'i nështrohem në ndërhyrje, do ta korrigjoj problemin e frymarrjes. Pse mos ta bëj edhe estetikën? Duke rregulluar estetikën, e fiton vetë besimin në vetvete, të krijon një komoditet që ti të ndihesh më mirë. Në këtë rast e thot, unë dua të bëhem. Pra kjo është dhe një psikologjike e personave që vinë dhe trokasit tek ju për të rregulluar hundën, ndoshta pa pasur nevojë për ta bërë një gjë të tillë, sepse nuk kanë probleme me hundën, po thjesht estetika. Ka plot pacienta që nuk kanë probleme me frymarrje me hund, dhe thot, doktor, unë dua të bëj estetikën. Ka raste që lindin me probleme, ka raste që kanë aksidente të ndryshme,
Po, ajo është e kuptueshme. Mirë, po në këtë raste është krejtësi është e natyrshme. Mirë, po kur na vin pacient, domethënë që nuk kanë asnjë lloj problemi, ose ka raste në cilët vinë edhe pacient që vetëm se duke i ndjekur vipat, po them, thotë dua ta kem unë hundën e këtij. Të vjen me një foto, thotë, e dua hundën time sikur ky. Në këtë rast mirë është që të fokusohemi pak më tepër në konsultët që bëhet, që të sqarohet sa më mirë pacienti, në mënyrë që në të ardhmen pastaj pacienti mos të shgënjehet se fytyra ti nuk do të ndryshoj. Do ndryshoj hunda, por fytyra nuk ndryshon. Mirë është që kur ti e bën një vizitë, një konsultë me pacientin, ti je sa më konces, ti je sa më i qartë me pacientin, ti tregosh domethënë që jo çdo gjë rrihet me ato që ti kërkon. Duhet të jemi korrekt, duke parë tiparet e fytyrës së pacientit. Në këtë rast pastaj po patjetër. Nëse vërtet mendon që do të ketë ndryshimet, do të arrijë ajo çfarë kërkon pacienti, duhet të bëhet. A ka pasur rast, doktor, kur ju nuk e keni parë të arsyeshme edhe përkundër kërkesës së pacientit për të intervenuar tek hunda e tij apo e saj? Po, kemi pasur. Në këtë rast e pranave ceka çfarë? Mirë është kur bën konsultën para operacionit, të ndalesh, të shikosh kë ke përballë. Nëse mendon që një pacient me operacionin që kërkon nuk do t'i arrijë pritshmëritë e tij, është të thuar pacient, ju lutem mos nxitoni. Merrni kohë, bën një konsultë me një kirurg tjetër dhe hajdeni një etapë të dytë, në mënyrë që ato pritshmëritë tuaja a do të arrihen apo nuk do të arrihen. Nëse është moshë e re, sot rinoplastika bëhet tek vajzat prej moshës 15 vjeçare, ndërsa tek meshkujt prej moshës 16 vjeçare. Në këtë moshë është moshë delikate. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Pa prindin, pa prezencën e prindit, asnjëherë nuk mund të bëhet as vizita dhe as operacione këtë moshë, sepse në moshën 18 vjeçare duhet të nënshkruaj njëri prind. I thua, ju lutem, hajdeni pas disa muajsh. Merrni kohë, jepni kohë që në momentin që ju jepni kohë vetes, në momentin që ju vendosni, të jeni të qartë në ato që po kërkoni dhe a do të arrihet ajo pritshmëria që ju keni. A ndikon estetika e hundës në momentin që intervenohet në frymarrje, pra që një person të marrë frym ashtu siç ka marrë më herët pa pasur ndonjë problem? Tek rinoplastika do duhet me pas kujdes, sepse ka raste në të cilët pacientët pastaj kanë pengesë në frymarrje me hundë. Sidomos në qoftë bëhen ato dëmtimet e pjesës së hundës, që është valvula nazale e brendshme, nëse hunda ngushtohet shumë, patjetër kemi rastin që pacientët kërkojnë, doktor, unë dua një hund të vogël, unë dua një hund Barbie, ndërkohë që ai e vetë ka hundën e vogël. Në këtë rast pacientët duhet të sqarohen mirë. Ju lutem, ajo çfarë ju kërkoni do të realizohet, por ju mund të keni pastaj probleme në frymarrje. Por ne si otorinolaringolog është shumë e rëndësishme që fillimisht të zgjidhen problemet e smundjes së pacientit, sepse ajo është pra të jemi të thirrur, pra të zgjidhim problemin e frymarrjes. Pasi kemi zgjidhur problemin e frymarrjes, atëherë të arrijmë dhe të bëjmë një hund që i përshtatet tipareve të fytyrës. A mundet që rinoplastika të përmirësoj edhe frymarrjen dhe jo vetëm pamjen estetike të hundës? Pra kalim tash nga ana tjetër. Po, patjetër. Gjatë për ne si otorinolaringolog themi rinoseptoplastika ose steptorinoplastika. Pra rregullohen të dyja njëkohësisht. Nëse një pacient na vije dhe dua të bëj estetikën, duhet të bëj problemin e frymarrjes, zgjidh problemin e frymarrjes. Por mendoj që duhet të bëj edhe operacione estetikës në të ardhmen. Këtij pacienti themi, ju lutem mos nxitoni. Lëreni në momentin që ju doni të operojnë, t'i bëni të dyja njëkohësisht. Sepse nëse ne kemi operuar septumin nazal, pjesa e devijimit, qoftë pjesës kërcore, qoftë pjesës kockore, hidhen. Ndërsa kur ne e bëjmë pjesën e estetikës së hundës, mund ta duhet e kërc. Nuk kemi kërc. Atëherë çfarë do të? Do të detyrohemi të marrim kërc ose nga lapra e veshit, ose nga kërca e brinjës, për të rregulluar pastaj edhe frymarrjen edhe estetikën. E ndërlikuar në atë që po thoni, mirë po ndërhyrje kirurgjikale ju dini më mirë. Nga ana juaj duket ndërlikuar, nga ana jo. Sepse unë momentin që ju flisni jam duke imagjinuar se si mund bëhet një operacion, domethënë si mund hapet hunda, si mund ndërhyjet, dhe si mund hiqet kërcit
jeton njeriu pa kërcë të hundës? Pa një pjesë kërcit. Pa një pjesë. Pa një pjesë kërcit. Sot teknologjia ka avancuar. U bë vite që punoj me piezo ose me ultrasonik për të bërë pjesën e rinoplastikës. Me anë të kësaj metode bëhet preja koncize e kockave me anë të mikrovibrimeve, duke bërë që të kemi sa më pak ose mos kemi dëmtime të indër për rreth. Kjo na jep entje më pak, na jep nxirje më pak, bën që të kemi një hund sa më të mirë në rezultate dhe shërimi i pacientit bëhet shumë më shpejt. Nëse përpara kur është operuar pacienti, kanë vendosur tampona fitil gaze, po them, që i ka qenë goxha gjatë, që pacienti nuk ka pasur mundësi të marrë frymë me hund, sot vendosin tampona me airway që kanë një gyp në mes, me cilë pacienti sa po të përfundoj operacionin që zgjohet, merr frymë me hund. Pra është një komoditet shumë më i madh se përpara. E kam një informacion me të dëgjuar. Boksierëve i thyhet kocka e hundës para se të hyjë në ring, apo është gabim? Gabim. Hajde. Hiqet pjesa e kërcit. Hiqet pjesa e kërcit përpara, sepse aty është trauma më e madhe. Dhimbja? Edhe dhimbja, po. Edhe gjakdelët që ndodhin, për shkak se në pjesën e përparme të kërcit ka shumë vaskularizim. Dhe në momentin që merr një goditje, sa dhe të vogël e shohim, do me kemi parë rastet në përditshmëri që ka gjakdele nga hundët. Kur hiqet ajo pjesa e kërcit, pastaj nuk boksierët nuk i kanë këto probleme. Cilat janë rrisqet më të zakonshme të kirurgjisë estetike të hundës dhe çfarë do të di çdo pacient para se të hyjë në operim? Gjithmonë pacientëve kur vinë ose për shkak të teknologjisë, për shkak të rrjeteve sociale, sot është bërë goxha më e vështirë sqarimi i pacientit, sepse ndryshe është kur komunikon live me një pacient, ndryshe është përmes rrjeteve sociale. Gjëja e parë pacientit i themi, ju lutemi, nëse është e mundur, ejeni në konsultë live. Nëse nuk është e mundur, pastaj qoftë përmes video call-eve ose përmes dërgimit të fotove nga kënde të ndryshme, mundohemi që ta kuptojmë më mirë me kë kemi të bëjmë. Çfarë pritshmëri ka pacienti? Nëse një pacient është duanxhi, është duanpirës, atij pacienti i themi, ju lutemi, duhet ta ndërpreshni pirjen e cigares të paktën një javë para operacionit dhe 3 muaj pas operacionit, për shkak të rrezikeve të infeksionet që vijnë nga cigaria. Nëse një pacient është me diabet, i themi pacientit, ju lutemi, duhet të konsultoni me endokrinologun, sepse nuk mund të bëhet ndërhyrje në një pacient që ka diabet të pakontrolluar. Në pacientët që janë me diabet, imuniteti i tyre është i rënë. Duke qenë imuniteti i dobësuar, mundësia e infeksionit është shumë e madhe. Rrezik që duhet të shmanget, dhe që e ka të lehtë pacienti me shmanget. I themi pacientit, ju lutemi, mos e prekni hundën me dorë. Kemi pasur raste me infeksione kur pacientët mas operacionit e kanë marrë me thonjë duke prek pjesën e plagës. Duke pastruar hundën me mjete jo sterile. Pra, rreziqet janë që nga infeksionet, që nga probleme shëndetësore që ka, ose edhe nga lëndimet. Në rastet e nënave që sapo kanë lindur fëmijët, dhe në moshën 3 vjeçare, gjithmonë ju rekomandojmë, ju lutem prisni, mos nditoni që të bëni këtë ndërhyrje për shkak se fëmiu nuk di t'ju ruaj, mund t'ju lëndoj hundën. Shumë e saktë, po. Në sportistat, ju themi do të keni kujdes. Në qoftë se ti operon hundën, duhet të përdorësh maskën që përdorin sportistët në pjesën përpara. Jo maskë në hund, është si skafandër që vendoset përpara, e cila e mbron kontaktin e fytyrës. Të keni kujdes 1 vit nga lëndimet. Hunda që të marrë formën e vet do 1 vit. Sapo të hiqet maska, shifën rezultatet, pas 3 muaj do të marrë goxha mirë formë hunda. Pra rikuperimi është deri në 1 vit. Deri në 1 vit. Forma definitive e hundës është 1 vit. Nëse ka nevojë për një ndërhyrje të dytë, qoftë për shkak se ndonjë lëndimi, qoftë për shkak se hunda nuk ka shkuar ashtu siç e kemi planifikuar, se mund të devijoj? Po patjetër. Sidomos në 3 muajin e parë është shumë i rëndësishëm që pacienti të jenë në kontakt të vazhdueshëm me doktorin, me kirurgun që e bën. Sepse në momentet e para kur ka diçka që shkon, qoftë përmes vendosjes së tepës, qoftë përmes masazheve që bëjmë me dorë,
janë shumë të rëndësishme. Ose edhe ka raste të caktuara në cilët sidomos tek hundët me lëkurë të trash, që është hunda më sfiduese për ne së bashku me hundë traumatike, din të krijoj ind nën lëkurë. Në këtë rast e pacientit i themi, ju lutemi e jeni në vizitë, sepse me bërjen e një gjyqëpare të thjeshtë që bëhet në 2 raste deri në 3 raste, zakonisht me 2 raste më mjafton, e cila bëhet çdo 3 javë, hunda të jetë në prevension dhe nuk do të parandalohet krijimi i këtij indi nën lëkuror, dhe hunda të jetë ajo që cilën ne kemi lënë në sallë. Po doktor, a mund të kombinohet kirurgjia estetike e hundës me korrigjimin e problemeve të sinusëve apo devijimit të septumit? Nëse kemi të bëjmë me devijimin e septumit, ashtu siç e cekëm më herët, po, bëhet njëkohësisht. Nëse kemi polipe nazale, nuk ju rekomandojmë pacientët që të bëhet në të njëjtën kohë. Arsyeja është vetëm një, për shkak se polipet nazale din të përfshin të gjithë sinusët. Mundësia një gjakderdhje gjithmonë ekzistojë. Në rast se një pacient pas do të ketë gjakderdhje, nuk e dim nëse ka gjakderdhje, është si pasojë e operacionit estetik të hundës, pra të rinoplastikës, apo është për shkak të fesit. Fes quhet kirurgjia endoskopike e sinusëve, që hyhet përmes kamera, përmes vrimat të hundës, edhe përmes dritareve natyrale, që bëhet zgjerimi i dritareve dhe përmes atyre hyrje dhe pasohet. Pra është një kirurgji mini-invazive, por që teknologjia ka ecur dhe bëhet pastrimi komplet i gjithë të sinusëve. Qoftë të pjesës së fytyrës, qoftë në pjesën e sinusëve që janë brenda në kaftë. A është procedurë e lehtë apo e vështirë puna e sinusëve? Në duart e një kirurgu të mirë duket nga tjerët e lehtë, ndërsa për një fillestar është vërtet e vështirë. Vërtet e vështirë për shkak se nëse ne bëjmë kirurgjinë endoskopike të sinusëve për pastrimin e sinusëve nga polipet, nga tumoret, ose edhe në rastet e gjakderdhjeve të shpeshta nga hundët, është goxha e vështirë. Bart rreziqe në vetvete. Cilat janë rreziqet që bën? Është lëndimi i syrit, verbimi i pacientit. Për shkak se afërsia me syrin është shumë e vogël. Sikur një flet fletore që lëviz, në momentin që ne shtypim syrin, nga brenda shohim që fluktuon në zonat e. Ose edhe për shkak të enëve të mëdha të gjakut që furnizojnë trurin me gjak, janë në afërsi shumë të afërta. Apo edhe vetë komunikimi, defektet që mund të bëhen me komunikimin e trurit. Shumë njerëz ne dim që ankohen për hundët e bllokuara. A lidhet kjo gjithmonë me sinus kronik apo mund të ketë ndonjë problematik tjetër? Jo gjithmonë. Ka raste në të cilët pacientët kanë probleme me rinitet vazomotorike ose me rinitet alergjike. Pra në rastet si rinitet vazomotorike, ashtu edhe rinitet alergjike kanë të njëjtën klinik. Bllokim të hundëve, rrjedhje të hundëve, të shtitje. Shpesh herë këta pacienta enden sa te mjeku i familjes, sa tek alergologu, sa dhe tek uroloja. Duke mos ditur që mund të ketë zgjidhje. A ka zgjidhje me këtu? Po patjetër. Në rinitet vazomotorike është një procedurë e thjeshtë që është radiofrekuenca, e cila bën të kurrin e konkave, duke bërë që pacienti të mos ketë më rrjedhje. Bëhet mbledhja e konka për shkak se tek konkat nazale kemi shumë vaskularizim. Pra duhet me ndërhyrje. Ndërhyrje mini-invazive. Është ndërhyrje e cila zgjat 15 dhe 20 minuta. Pa bërë prerje. Thjesht bëhet kurrja e konkave, kjo bën lirimin e hundës, duke ndalë kullimin e hundës, duke ndalë të shtitin, duke mos vendosur tampone fare. Pacienti shkon në shtëpi dhe thotë, nuk e kam ditur, kam vite sa e lehtë pas ka qenë. Sa e lehtë, kam vite me këto probleme, duke ne vazhdimisht me facoleta në dorë, e kisha të vështirë të shkoj dikun për shkak të rrjedhjes së hundëve. Rrjedhja e hundëve mund të jetë qoftë rrjedhje lehtë apo qoftë edhe me bllokim të trashë të pjesës. Tek rinitet vazomotorike ose rinitet alergjike është rrjedhje e lehtë, rrjedhje e ujshme. Ndërsa tek rinosinuzitis sot nuk quhen më vetëm si sinuzite, ka ndryshuar ky term. Gjithmonë quhen rinosinuzite. Në rinosinuzite kronike gjithmonë ose edhe në pjesën e devijimit të septumit nazal kemi sekret në pjesën e pasme të hundës, e cila ka lënë fyt. Gjithmonë pacienti thotë doktor, e ndjej sikur kam diçka në pjesën e pasme. Mua nuk më rrjedhin hundë, po i kam të bllokuar hundë gjatë gjithë kohës.
ose nxjerrë kore të thata kur i fry hund, ose edhe ju fry hund por nuk nxjerr asnjë gjë. Ama kam pengesa në frymëmarrje me hundi, kam hund të bllokuara vazhdimisht. Në këtë raste, po gjatë vizitës që bëhet sot përgjithsisht një otorinolaryngolog në klinikën e tij ka endoskopin, e cila edhe për ne është më e lehtë në diagnostikimin e saktë të problematikave të pacientit, por edhe pacienti e sheh vetë dhe kur ti e serane ka shumë më të lehtë ta kuptoj kush është problemi i tij dhe cila është zgjidhja e tij. E di cila pyetje më vjen tani, doktor? Sa e vështirë ka qenë për ju ta shqiptoni termin otorinolaryngolog? Para se të hyja në shkollë të mesme, e kam pasur mbetje të vështirë sepse është fjalë shumë e gjatë. Otorinolaryngologji. Pra, janë 3 organe që ndërlidhen me njëra tjetrën dhe duhet të praktikoje që të mësoj këtë fjalë. Sot më duket e natyrshme. Edhe e lehtë, e vërtet. Po, jemi në stinën e pranverës, edhe sigurisht që alergjit janë evidente tek secili nga ne, në forma të ndryshme. Mirë, po sa ndikojnë alergjit, pluhuri dhe ndotja e ajrit në problemet e hundëve dhe sinusëve? Alergjenët të ndryshëm, qoftë të stinës domthon, qoftë të kontaktit të përditshëm, po them, qoftë në lule nga poleni, po them, nga pluhuri i shtëpisë, nga gjërat e mëndafshta që të rrobave që kemi, I veshëm, po. Është shumë e vështirë me u shmang kontaktit. Ose tymrat e duhanit, në ambientet që rrinë me duhan, është shumë e vështirë që këta pacientë të qëndrojnë se sapo bien në kontakt me ta, menjëherë fillon bllokimi i hundëve. Për ta kuptuar se çfarë problematike është dhe se si është, i themi ne për pacientit, e ke pa ndonjë pacient që kur është me grip, se sa vështirë ka ai, thot po, kështu jeti gjatë gjithë kohës, kur je me pjesën e alergjive. Këto dojnë një trajtim pak më të gjatë, medikamentos, ose gjithmonë kur mendojmë, kur dyshojmë që kanë të alergji, e orientojmë te alergologu sepse mjekësia është një sferë e gjerë, edhe nuk duhet të ndalesh vetëm në atë në cilën ti e bën, por duhet të fokusohesh gjithmonë që të japësh ndihmë dhe ta zgjidhësh problemin në mënyrë që pacienti të jetë falendërues për atë që ti i ke ofruar. Fatmirësisht, shqyr që i kemi dhe këtë pjesën e udhëzimeve, rekomandimeve të specialist e duhur për problemin e duhur. Shumë nga ne blejnë sprej në farmaci, ndoshta pa udhëzim të mjekut, me vedijen e tyre të plot, duke menduar që do t'ja lehtësojnë vetes jetën, duke marrë frymëlirshëm duke përdorur një sprej të zakonshëm, sipas tyre. Mirë, po ndodh që ai sprej mund t'i bëjë dëm? Po në rastet e pacientëve me diabet, sprej që jepen për rastet e rinitive alergjike kanë kortizon. Dhe në këtë raste din ta ngacmoj rritjen e glicemisë. Pra duhet jemi kujdesshëm kur ne marrim anamnezën. Ka raste sot për shkak të rrjeteve sociale kur pacienti thotë të shkruan dhe kërkon që ti përshkruash recetën në telefonit. Në këtë raste nuk rekomandohet, por gjithmonë duhet jetë i kujdesshëm. I thua pacientit, ju lutem jeni vizitë sepse duhet të shohim problemin tuaj. Nuk është mjekësia rrjete sociale. Duhet ta kuptojnë këtë pacientët. Gjithmonë po themi për të mirën e tyre, se ti mund t'i japësh një recetë, por që mund të jetë e kundërta asaj për cilën pacienti ka nevojë. Keni probleme të vazhdueshme me rrjetet sociale sa i përket udhëzimeve që ju kërkohet të jepni? Kohët e fundit, kjo është një trend në rritje, domethënë që të shkruajnë në Viber, në WhatsApp, në Instagram, në TikTok, në Facebook. Doktor, të lutem, çfarë më rekomandon të bëj për këtë? Doktor, ku të shkoj për këtë? Doktor, si t'ja bëj për këtë? Nëse ne mund të ndihmojmë pacientin patjetër, gjithmonë mundohemi të jemi pranë pacientit duke kthyer përgjigje, sepse jo gjithmonë ka të mundur pacienti të vijë. Por gjithmonë duke pasur kujdes në atë çfarë thua, sepse pacienti beson shumë. Mundohemi që mos ta shgënjejmë pacientin të ri. Edhe asnjëherë nuk duhet që ta heqim besimin nga mjekët, sepse ju jeni ata që na shpëtoni jetën dhe na bëni që të ndihemi mirë, me shëndet,
atëherë kur ne kemi nevojë për ju. Doktor, dhe një pyetje sa i përket rekomandimeve trajtimit kirurgjik për sinusët dhe sa efektive janë teknikat moderne minimal invazive. Janë tek rekomandimet gjithmonë duhet ta vizitojmë pacientin para operacionit. Duhet vizita të bëhet sa më e detajuar, sa më e kujdesshme, në mënyrë që ti të arrish në konkluzionet të cilat duhen të nxjerrin se çfarë rekomandojmë, me cilën mënyrë të shkojmë. Kemi raste shembull kur pacientët na vinë tek estetika hundës, do thonë unë dua të bëj hundën me teknikën e mbyllur. Ndërkohë që Po ku e din pacientët teknikën e mbyllur? Marrin informacion? Sot ChatGPT-ja po na jep gjithçka. Është e dëmshme ChatGPT-ja për opinione? Jo çdo gjë arrihet përmes internetit. Ose jo çdo gjë është saktë përmes internetit. Gjithmonë i themi pacient, ju lutem, prisni pak sa t'ju sqarojmë. Në rastet kur sepse jo për diçka, por mjekët lexojnë, kanë studuar vite dhe në fund vjen një pacient dhe thotë, doktor, e pash në ChatGPT teknikën e mbyllur. Po, sepse e dëgjon që thotë është pa prerje, thotë pa shenja. Ndërkohë që nuk ka të bëjë asgjë me shenjë, sepse edhe me teknikën e hapur nuk mbetet shenjë. Nëse ne kemi kjo sot më shumë për marketing po punohet. Pjesa e jo me të mbyllur, jo me të hapur, jo mungesa shenjë, jo shenjë. Kur bëhet operacioni, nuk ngelen shenjë. Me teknikën e mbyllur, nuk rekomandohet të bëhen të gjitha rastet. Në rastet kur ne kemi një deformim të majës së hundës, po themi, që të punohet me teknikën e mbyllur është shumë e vështirë dhe do të punosh goxha shumë vetëm me ndjeshmërinë tënde. Dhe pastaj rezultatet mund të mos jenë ato për cilat ne duam. Kur punohet me teknikën e hapur, shohim çdo gjë. E kemi shumë më të sigurt që do të arrijmë atë rezultatin për cilin ne duam. Bëhet një prerje shumë e vogël dhe nuk është problem që ngele shenja. Rekuperimi fal teknologjisë, po them, punës me pjesa që punojmë është shumë më i shpejtë për pacientin. Endit janë shumë më të vogla dhe shumë më shpejt i kthehet punës pacientit. Kjo që është shumë e rëndësishme për pacientët. Sa zgjat dhimbja pas një ndërhyrje kirurgjikale? Sa mund zgjasje? Nuk kanë dhimbje. Nuk kanë dhimbje. Pas operacionit. E kuptoj. Nuk kanë dhimbje. Edhe nëse ka dhimbje, po them është dhimbje e cila me një paracetamol ose me ibuprofen qetësohet. Ka që lehtë? Nuk kanë dhimbje. Disa pacienta mund ta quajnë dhimbje, që realisht nuk është dhimbje. Pjesa në cilën pas operacionit i ke vendosur tampona, do të ketë pak gjakdere qoftë në pjesën e përparme ose në pjesën e pasme, dhe duke qenë tamponat brenda në hund janë trupi huaj, e nxit prodhimin e sekretit. Mbyllja e hundës, edhe kjo bën që të rëndohet koka. Ka pacient të cilë nuk e din, por prandaj doktori duhet ta sqarojë pacientin para operacionit. Për çdo gjë, si për pjesën pozitive dhe për pjesën negative të komoditetit të pacientit, pastaj është shumë më lehtë të doktor më ke sqaruar dhe vërtet nuk kam pasur nevojë as paracetamol të përdorin. Janë raste shumë ekstremisht të rralla që një pacient mund të kërkojë, po them, analgetik më të fortë sepse nuk kanë dhimbje. Një informacion shumë i mirë që nuk kanë dhimbje sepse me ato që unë komunikoj, thonë kam frikë nga operacioni i estetik i hundës, të mos kur nuk kam probleme. Mirë po mu duhet ta bëj sepse ndihem kompleks dhe nuk ndihem rahat me veten. Një anë unë i arsyetoj, nga ana tjetër nuk i arsyetoj sepse ti ajo që je. Identiteti yt nuk duhet të ndryshojë. Ose personaliteti yt nuk duhet të bëhet një me tjetrën. Frika ka qenë se përpara është punuar me dalt dhe me çekiç. Edhe është punuar me nësen lokal. E ka dëgjuar çdo gjë. Sidomos në moshat e reja. Po them 18, 20, kur akoma nuk është krijuar personaliteti i personit, kur nuk e din se çfarë do të ndodhë. Nëse doktori nuk e ka sqaruar pacientin për çdo gjë. Prandaj thash domun që nuk ka dhimbje. Pse pjesën e personalitetit pacientët që e kanë vendosur të bëjnë ndërhyrje në estetikën e hundës,
korrigjimi I kësaj I jep vetbesim, që është shumë e rëndësishme për personalitetin e atij pacienti. Thotë unë doktor, e kam mirë çdo gjë, por hundës e kam mirë, po më prish pamjen, për shkak se hunda është organi më I dalur jashtë në fytyrë, më në kontakt, po them, me pjesën vizuale, dhe në momentin që ata pacientë pastaj e korrigjojnë, e fitojnë atë vetbesimin për cilën kanë pasur nevojë. A është I kushtueshëm si operacion? Për disa po, që të jemi real. Për disa pastaj Se kam problem. Jo. Sot e shohim domthonjë që nuk është më problem pjesa e pagesës. Nëse krahasohemi me rajonin ose me Bashkimin Evropian apo edhe me SBA-n, çmimet pastaj këtu janë shumë të lëvërditshme. Kemi pacientë që vinë nga gjithë bota, duke filluar po them nga SBA, nga Kanadaja, nga çdo vend I Bashkimit Evropian. Vinë për dy arsye. Një, sepse kanë parë që rezultatet tek ne janë shumë të mira, dhe krahas kësaj edhe çmimet janë shumë të lëvërditshme. Në këtë I bëjmë një shërbim edhe vendit, po them, duke sill pacientë nga gjithë bota që të shohin, bëjnë turizëm edhe të shohin vendin tonë. Çfarë këshille do t'ju jepjet njerëzve për të mbajtur hundën si nuset veshin dhe fytin në gjendje të mirë gjatë të rjetës së tyre? Në pacientët që kanë problematika, të cilët zgjidhen me ilaçe, gjithmonë I rekomandojmë ilaçe. Në pacientët që kanë problematika, gjithmonë që duhet të ndërtohen ndërhyrje kirurgjikale, duhet të ndërtohen ndërhyrje kirurgjikale. Por në pacientë që kanë problemet me alergjinë, gjithmonë mundohemi, duhet t'ju rekomandojmë të shmangen sa të mundën brenda mundësive alergjenëve, ose në qoftë në vendet e tyre të punës janë të ekspozuar ndaj këtyre, Ju themi marrni maskë, sepse edhe kjo ndihmon që t'i shmangeni pjesës drejt për drejt me alergjenët që kanë. Në pacientët që janë mirë dhe s'ka nevojë për ndërhyrje, mundohet të punojë edhe me anën psiqike të tyre, që ai të bindet që vërtet nuk pas ka nevojë të bëjnë ndërhyrje. Ta bind veten dhe të marrë një vetbesim që ai është okay me veten. Vetbesimi është pjesa kryesore. Këta pacientë nuk e kanë këtë vetbesim, prandaj dhe kërkojnë që të bëjnë ndërhyrje. Në pacient që ka nevojë e fiton vetbesimin. Në pacient edhe pse të rrallë janë, por ka dhe raste në cilët vërtet nuk ka nevojë pacienti, mundohemi të serojmë sa më mirë dhe ai të bindet pastaj që thotë faleminderit doktor, se më në fund po e kuptoj edhe vetëm që s'pas kam nevojë. A ke pasur ndonjë rast të tillë? Kemi pasur, por gjithmonë po them kontakti dhe sqarimi I pacientit është shumë I rëndësishëm. Me pacientin duhet të jesh shumë I afërt dhe mos kesh atë largësinë që ta kuptoj pacientin që unë me doktorin mund të flas lirshëm, të komunikoj lirshëm, të marr atë që unë kërkoj. Është shumë e rëndësishme besimi I pacientit. Njëkohësisht, edhe për ne është kur pacienti na ka dhënë besimin, mundohemi dhe bëjmë maksimumin që mos ta zgënjejmë. Doktor, shumë njerëz gërhasin natën, bëjnë zhurmë. Edhe kjo është një problem. Apo çfarë ndërlidhje ka kjo me apnen e gjumit? Gërhitja është më komplekse. A mund zgjidhet? Po, mund të zgjidhet. Gjithmonë pacientave që na vinë thonë doktor, mankohet pashkërtja. Thotë, s'po mund të fle për shkak se gërhas shumë. Në këtë rast e shohim fillimisht gjë e parë që duhet shohim është hunda. Nëse kemi devijime të septum nazal, nëse kemi deformime të hundës, nga traumat, nëse kemi problematike neurologjike alergjike apo rinite vazomatore, gjë e parë është të zgjidhet problematika e hundës. Por ka raste në të cilat nuk zgjidhet vetëm hundën. Në ka raste në të cilat për shkak të infeksioneve të vazhdueshme të bajameve të krenikëve, është bërë rritja atyre, e cila e bllokon një pjesë të hapësirës. Ose për shkak se ka pasur devijime, ka gërhatur një kohë gjatë, bie pjesa qiell zbute palatumit, më poshtë ulet, zgjatet uvula. Në këtë rast e pastaj rekomandohet fillimisht në përgjithësi zgjidhet vetëm duke korrigjuar hundën. Nëse nuk zgjidhet, etapa e dytë është heqja e bajameve krenikëve së bashku duke bërë me uvulopalatopllastika, pra ngritjen e palatumit më lart
heqin e bajame dhe krijojmë hapësirë. Kjo ndihmon edhe tek apnea e gjumit, sidomos tek fëmijët. Kemi raste në cilën na kanë ardhur prindrit duke në ankuar, doktor, fëmiu në gjumë duket sikur nuk merr frymë her pas here, ndërpritet frymarrja. Gjë e parë në këto duhet të shohim tek fëmijët, po themi, si është gjendja e klinikut të tretë, si është gjendja e klinikëve. Po flas në gjuhën popullore që na kuptojnë. Po sa. Në qovë se këto janë të rritura, këto duhet të hiqen, duhet të mjanohen. Nëse ka pas infeksione të shpeshta, duhet të apnea e gjumit është urgjencë. Për shkak se ndërprehet oksigjenimi i trurit. Dhe kjo na jep mund të na çojë edhe deri në dëmtime të trurit. Prandaj gjithmonë ju rekomandojmë prindërve nëse janë për fëmijët ose edhe të rriturve që të drejtohen tek një otorinolaringolog. Është e detyrueshme. Për shkak se apnea e gjumit është urgjencë dhe duhet të trajtuar si urgjencë. Nga cila moshë duhet prindi që ta bëj fëmin në rast se i ka krenet e fryera? Ku rekomandohet? Prej moshës 3 vjeçare. 3 vjeçare. Prej moshës 3 vjeçare. Nëse është vetëm problemi i adenoidit apo i klinikut të tretë, dhe për shkak se jep probleme edhe me dëgjimin, me veshin, mund të bëhet vetëm heqja e adenoidit edhe prej moshës 2 vjeçare dhe vendosja e gypa irizues në vesh. Ndërsa heqja e tonzileve apo e krenikëve prej moshës 3 vjeçare sipër nuk ka problem. Doktor, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe informacionet që i dhat ishin shumë tukta, shumë të mira, sa i përket rinoplastikës, hundës dhe gjithë ato që lidhen me otorinon. Ne do të flasim në një bisedë tjetër bashk edhe për veshin, sepse nuk bën që t'ja ulëm dëgjuesve këtë peng, dhe është një organ shumë i rëndësishëm në organizmin ton, sepse marrim dhe japim informacione edhe përmes veshit. Kështu që unë do të falenderoja shumë që gjetët kohë për të ardhur në podcastin Shëndetin e parë dhe do të shihemi sërish. Faleminderit, kënaqësi. Shikues të nderuar, ishte ky podcasti me otorinolaringologun Kujtim Kastratin, dhe do të takohemi sërish në episodin ton të radhës nga Unelfia Bolletini. Mirëmbëngjes.